Këtu bëhet fjalë për skemen kombëtare të fermave. Flasim për bujqësi. Këtu ku jam unë s'njoh se ka një fermer këtu. Jam 14 vjet që jam këtu, po dalin në një personale. O bën dy. Këtu flitet për fermer, këtu s'ke asnjë. A duhet të ketë një farmacist bujqësor këtu? Si ne marrim pesticidet, kimikatet, edhe s'ta shohet fatura. A dini ju që bujqësia është në 50% në Ramje? E dini shumë mirë, sepse janë tëra ato për vjetë. A dini ju që është problemi më i madh i fshatrave, i fermerëve që ky zotnia apo ajo zoja nuk dojnë me ditë që për sa kohë që tjetë ligji 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetvrasje. Edhe unë nuk mund të investoj, nuk mund të punoj në tokën se ja kalon babaja saj. Këto është çështja kjo. Që nëse unë ja marr tokën një zotnisto, ma ka dhënë ligji 7500 mos qoftë ligj, ja që është, e unë me investu tokë ti që në atë kohë kur gjyshi ti e ka ble tokën, gjyshi jem ka kënë 2 pi kafe. Aja shprish të punu një marr tokën sat. Kur vjen çështja zoje dashur, ose zoje shajeti, paguaj taksat asaj tokë. Edhe unë në tokë nuk kam shkel se është do ligji 7500. E ka ai zoti që ashtu. Këto janë probleme që e çojmë fshatin tonë në buzë të grëmis. Prandaj, ju e dini krejt mirë se sa është mosha jetu mund ta bëni bilancin mosha mesatare që punojnë bujqësi. Unë jam 57 vjeç. Sa janë që punojnë? Fëmija u aratisen, iken. A ju shkon mend ju që ma ta 20 dëllim toka, 24 që kam unë si kam gjysën të hujen, që po i thëmë se i kam mjetë, mund të bëj balun si mosh që i kam asaj to. Qa dush mjetë tja ty? Ti pa mi falë, po se mi zotin mi shpezu, me hargju ata. Pra, këtu është problemi që të nëllna. Qa duhet me bo me këta ligje, me këta gjana që janë fuqi që po në qojnë vetvrasje? A jetin gjendri i mishuat jeta i veshi shurdhët, kur prodhimet tona hidhen plutën, hidhen kanal, se e blen 5.000 lek e kile domate të. A se nuk e dini ju se e bleni 5.000 lek e kile domate të? Se s'ka kush punan. E dini kajtë mirë ju. Se 5.000 lek nuk i del takati kësa e me ble, po blen një kokër domate, një spes, një kastaves, ban salade. Unë e kam mbyll karrierën teme. 7-3-4 vjetë e kam mbyll karrierën teme. Por me vjen keq për atë gjenerat. Shqyqy që kanë me da djemëtri, se mbiken mu. Edhe i keni ati tjetër. Këto të kapla më i modë e dashur. Nima që keni bo, e keni që thashë dhe herë nga një kafe, e keni bo në 2 kafe. Ka që është takvati. Ka që është takvati. Por aja që do të thëmun, është që ju sa ju. Flasë për tjetër e këmë. 2014 në është përmtu, politika në është përmtu që nuk do të ketë veshur dhe syqor që do hidhen ma në për kanale ato. Edhe në për helin. Edhe sa të kësaj ditë që jam 7 nuk kam kohë qaj unë atje mallin me shqit. Se nuk ma ble. Si vjen trektari për atje ngarkohet dhe më thënë mu. Edhe e merë, mallin tem e merë 1.000 lek, edhe e kam mëjtë disa herë këtë problem, edhe e shetë mallin tem 4.000 lek atje. Këtu mi hapë vesh institucionet, që ma mori mu 4.000 dhe shqiti 6 atje. Tutëm, tuk janë të gjana që në shqitsojnë ne. E kam bo aplikimin si të gjithë fermerët vjetë, edhe për tokën, edhe për bletarin, për tokën kanë dalë, për bletarin së kanë dalë, se diçka nuk shkoj aty nuk e di, unë rregull i kam bo. E në kohë i kam bo, i kam dokumentat edhe me veti. Kam kënë të ti, më kje thoni ke në rregull, s'ka gjë mongut. Mës në ndodhin edhe këtë vit si vitin tjetër, se sa është problem. Po me që thata, e din zoti kana mere, kana ne. Kish në nevoj për me në shpiku për pjesën e 10% që të ribërsimit të veshës, së në autofaturës. Kam një fermë organike prej 16 vitesh. E kam shtru vazhdimisht të gjitha mosat këtu, financimi është për njësit si përfaqës ose numër kresh. Në dëgjesin publike, ja kam thonë edhe drejtoreshes tuaj. Tonë në japin drejtë sa herë tash 15 vite, thonë po, gjanë zbahat. Shof edhe i diferencë tjetër pap. Pse 1 milion lek për një aplikant fillestar, 1 milion të gjysë bjën kalim, edhe 2 milion lek. Kostën është një lloj. Unë kam pa fermer që ka aplikua, se këtu po sërë dhe qaj, jo se është fise juja. Kostën më të madhe e ka po merë agjensia ajo bioinspekta, kompania e certifikimit, sepse nuk ka kompani konkurrente. Unë jam certifikues në vazhdimsi, kam 16 vite, jam ai që ju kam pagu me 250.000 lek, 230.000 lek, këtë vit nga ka ardhur oferta me 600.000 lek. Pse? Kostoja është pa ajo. Nafta është pa ajo, se edhe para 2 viteve që u shkojnë 450, u shtu prap. Ku është? Unë diskutoj me ata si japin përgjigje. Këtu është vetëm mungesa e konkurrencës. Edhe këtë po ta marrësh një fermë organike për shembull që ka 10 hektar, ka një lloj si ai që ka 5 dënim. Kjo nuk është e drejtë, sepse kostoja me ferma organike, prodhimi organik është luks. Ky luksi ka i kosto është shumë më lartë. Përveç mangësive në treg që nuk gjen preparate, nuk gjen
Tu janë 3200 lloj pleshash. Ti kërkon për nuk i gjen ato që duhen ty. Atë askush merret me këtë punë. Sa herë që diskutojmë, na japin drejt, me mos e bojnë asnjëherë. Nuk e di pse. I kam tana tapit e tokave shtëpisë të gjitha. Kam një parcelë afër shtëpijet, që për arsye që e din bashkia, ka dalë ligji 2020 për vitesh, nuk i pëlqen shumë më apliku. A mund ta digitalizoj atë pjesë që më daj mi bën letrat? Se ligji thot me një farë kompensimit 2020, se unë e kam studiuar mirë, kam punuar në bashki, po sot nuk i pëlqen bashki ose neglizhojnë, nuk e interesojnë e tjera. Dhe e dyta, kam një pjesë tokët me ligjin për natën 9 vjetë, sikur është dhënë. A ka mundësi ti digitalizojmë dhe këta, dhe ti kthejmë me prona, qoftë e kunoj pagesës në shteti. Se ekziston kjo, ekziston pronë shtetënore. Na kena me qira për natën 9 vjetë. A mund ta digitalizojmë këtë dhe t'i bëjmë tapijet e kësaj toke? Janë mëllë boxhatën tonë veri pothuajse. Edhe 1 kile ujë ban 1000 lekë. 1 kile qumsht ban 450 lekë, maksimumi 500 në zezë. Në zezë, se nuk ka një çmim të efikas për këtë punë. Ne na kërkojnë të në regullat, që duhet të zbatojnë një barina, jemi në regullat. Delet i kem, baktin i kem, na e këtë regull kem s'kena tjera. Na kërkojmë të lënë stonet e të nësjetim që rajnë, por me na bon kilën e qumshtit, sa kilën e ujit, e këtë dona. Prej Bashkimit Evropian, a kushti këtë ndorë këtë zona. Stonin kam në kalastër të babës të gjyshit, jem 500 vjetë aty, dhe me thonë nuk menojmë se duhet gjohë 1 letër, nga që i kem 500 vjetë në ato bjeshkë, ta është në lypin 1 letër për nërtim stanit. Mu më ka rast stani mrenë, sepse mu kam le rrit në atë stan, që më duhet letra, mu më duhet veç materiali me punua, sepse nuk investon kur kush për me më një muaj fije me bon stanin. Se e qëtë bora dhe nuk ka kush me punua. Unë dal me dele, a me rujt dele, a me bërthyë, e me shbërthyë muret rasa e gjona, edhe s'kena asë mundësi. Kam 10 vjetë. 10 vjetë i qoj delet të dojat, e i paguaj edhe dojat, sepse ata tash e kanë mojt i fjesë se kanë burra ma shumë, që me thonë kanë djelmoqat aty dhe punojnë stanin, derisa në Berishdol. Në Kelmen Berishdol derisa. Bishkët e mija janë Vila, Jesnica edhe Seferqja. Gjë që të 3 banet kanë romren. Do të kaloj në çdo qark të Shqipërisë ky proces, duke marrë fillimisht vetë deklarimin nga ana e fermerëve, pra juaja në terren. Një grup i caktuar i AZBR-s do të jetë në terren për të mbledhur të dhënat përkatëse sipas tokave bujqësore, do të regjistrohen dhe digitalizohen të gjitha tokat bujqësore dhe në këtë moment kur të krijohet ky sistem do të mund të përputhim të dhënat që do të merren në terren me të dhënat e marra nga kadastra, nga sigu dhe nga çdo institucion tjetër që është përgjegjës për të dhënat e tokave bujqësore. Masa mbështetje për këtë vit, në skemën kombëtare 2026 do jenë masa mbështetje për tufën bazë të matrikulluar gjedh të imta dhe për mbarështimin e bletarisë, mbështetje për kontrollin biologjik, mbështetje për fermat organike, mbështetje për implementimin dhe certifikimin e Global Gapit, mbështetje për sipërfaqet e mbjella të kultivuara dhe masa 9 mbështetje për aktivitet ripopullim peshkimi për ujërat e brendshëm. Gjithashtu do të jenë dhe 3 masa investimesh të reja për vitin 2026, masa 10 mbështetje për fermerët e rinj për investimet në ferma bujqësore dhe blegtorale, mbështetje për ndërtimin, rikonstruksionin e staneve apo pajisjeve për përmirësimin e kushteve të staneve, mbështetje për pajisje makineri dhe mjete bujqësore për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve bujqësore në fermat bujqësore dhe blegtorale. Cilësive konkrete si Agjencia e Zhvillimit Bujqësor nuk mund t'ju jap, por patjetër do t'i përcjellim tek Ministria problematikën tuaj, por për të sqaruar, agjencia është në nivel zbatues. Pra, udhëzimi hartohet nga Ministria e Bujqësisë. Ministri i Bujqësisë në periudhën janar-shkurt ka qenë në përtakime me të gjithë fermerët në përqarje të ndryshme të Shqipërisë, në takime në të cilat ju mund të paraqisni problematikat tuaja. Për te i kësaj, atëre, çdo problematik që lidhet me pronësinë, me çështjet e pronësisë apo me çështje të tjera tatimore që nuk kanë lidhje me objektin e veprimtarisë së Ministrisë së Bujqësisë apo për Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor për më tepër, por Ministria e Bujqësisë, duke i njohur këto problematika të çështjeve të pronësisë, ka lehtësuar udhëzimin në dokumentacionin që ju kërkon. Pra këto masa mbështetëse nuk janë bërë për mos të përthithur nga fermerët. Duke qenë se Ministria, ne e dim shumë mirë problematikën e po themi akteve të marrjes së tokës në pronësi,
Prandaj udhëzimi është lehtësuar duke kërkuar shumë pak dokumentacion që fermerët të mund t'i plotësojnë kriteret dhe të përfitojnë nga masat mbështetëse. Problematikat përkatëse për çështjet e pronësisë i adresohen Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Për problematikat që lidhen me Ministrinë e Bujqësisë, patjetër do t'ja u përcjellim kolegëve tanë në Ministrinë e Bujqësisë, pasi agjencia është vetëm nivel zbatues i udhëzimit të miratuar nga Ministri i Bujqësisë dhe Ministri të Financave. Nëse mund të vazhdojmë me zotrinë. Me që janë një pjesë e fermerëve këtu, të sqarohen në lidhje me një udhëzim që ka ditë e fundit për disa kritere shtesë për shkollifikimin e fermerëve si bëjnë aplikimeve sidomos për veprimtari, si kanë bënë kryesisht në kushtet e mashtrimit edhe në sigurinë ushqimore. Ja shumë e rëndësishme domethënë se megjithëse veça kam parë në email nuk futen në fuqi ky vit, por do të kenë pasojë për vite tjera. Të sqarohet se përveç dokumentacioneve domethënë vite tjera do të futen kushëzime shtesë për penalizimin e fermerëve megjithëse këta aplikojnë. Pra këto kushëzime janë kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian për sektorin e bujqësisë. Këtë vit nuk janë penalizuese, janë vetëm këshilluese dhe njoftuese ndaj fermerëve, por do të jenë penalizuese në momentin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Pra, siç citoi dhe kolegja ime, në momentin që gjithçka do digitalizohet dhe do kryhet nëpërmjet sistemeve online, do të duhet të plotësojmë disa standarde për të bërë pjesë e kësaj anëtarësie apo kësaj familje të madhe të Bashkimit Evropian. Prandaj këtë vit AZBR-ja dhe Ministria e Bujqësisë kanë vendosur që t'i bëjnë pjesë të udhëzimit dhe të aplikimeve, që fermerët të mund të përgatiten dhe të krijojnë këto kushte deri në momentin që do mendohet për të aplikuar dhe për të përfituar nga fondet e Bashkimit Evropian. Substanca, ushqimi, të gjitha këto siguri ushqimore që konsiderohen siguri ushqimore do të jenë ndër kushtëzime të cilat do të jenë penalizuese në të ardhmen, siç e cituam, që do jeni pjesë e Bashkimit Evropian dhe që do jemi përfitues të fondeve të taksapaguzëve evropian. Për momentin në aplikimet e këtij viti janë vetëm këshilluese. Nuk janë penalizuese, nuk ju penalizojnë në aplikim, nuk ju penalizojnë në përfitim. Kushtëzime, po themi, si siguria ushqimore, trajtimet e kafshëve, substancat që përdoren dhe gjitha këto me radhë, do të jenë të kontrolluara dhe penalizuese në një moment të dytë kur do të jeni përfitues të fondeve të Bashkimit Evropian. Vitin tjetër jemi në pritje të varet nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Do dalin në vend dhe do marrin deklarime nga fermerët për shumë kohë, çështja është do na shërbejë neve. Po duan të përfitojnë fondet e bujqësisë, neve do shumë shpejt, kështu që brenda pak muajsh edhe juve do njoftoheni për grupet që do është një kriter që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë, është një sistem në cilin e kanë kërkon shumë kohë, kërkon bashkëpunimin nga të gjitha institucionet dhe atë pak fare nuk do të marrë shumë kohë, sepse fokusi është në prezantimi i skemës kombëtare, por duaj që zonën në rajonin e Beratit, 10 fermerë janë angazhuar në takim nga Agrofita, nëpërmjet koordinimit me Aretin, nëpërmjet koordinimit me njësinë, absolutisht me specialistët e saj për të marrë pjesë në Shkodrës dhe në Bashkim, kur të kontraktohet kompania nga AZBR-ja. Cili është roli e vet? Juve do thoni, duke parë hartën digjitale, kjo parcelë është e imja dhe unë e kam në përdorim që do bëhet dhe regjistrimit për çështje të provave që do bashkëpunoj siç ka zotëria dhe që e kemi vete në shtetje. Këtu janë disa foto nga që do kontaktohen Agrofita, Arete, inspektorët rajonal, janë shumë të britin që u bën ndërmjet pjesës së prezantimit për skemën kombëtare dhe për çështjen e deri tani folja për një pilotim që është zbatuar në rajonin e Beratit dhe pse u çon Berati. Çështja është se aty ke të gjitha karakteristikat për parcelat bujqësore. Pra, lart area që ekspertët e kanë menduar në këtë proces. Patjetër që të gjitha edhe pjesa e robotave do futet të gjitha në këtë sistem. Ky është çështja që do kemi në shkrim nga fokusi i takimit të sotëm. Dhe nuk ju marrë shumë kohë, por kishte mesmirë edhe për secilin nga neve, sepse po u realizua digitalizimi, secili e dinuar dhe e identifikuar sipas ligjit. Ju falenderoj për prezantimin e skemës së investimeve. Ja, was is het? Kan je natuurlijk niet schuren. Dhe regjistrimi bëhet sipas fashit. Në tutje pastaj,
gjashme. Po. Bashkia shumë. Po. Për paja, apo për shumë gjana ajo, edhe për pjesën bujqësore, edhe për pjesën e vllajtimit natë 1, natë 2, për familje bujqësore. Që familje bujqësore sot atje kena arrit në fond rrugës të platit, shikon këtu. Por, një parcel, një numër kadastrar, aja është ndonë nështë avoj nga vonë. Jo të administrohet në bashki, dhe nga shëdoja dhe vijojnë me masat e investimeve që do të hapen sërish për vitin 2026. Edhe për këto masa do të jenë në datat 25 maj deri në 26 qershor 2020. Nuk mund të aplikoni këto dhe në masën 12 për mekanikën bujqësore. Në rast se bëni aplikime në formular aplikimi të veçantë, ndërsa aplikantët apo fermerët që aplikojnë dhe përfitojnë për të njëjtën gjë që kanë përfituar një herë në këto 2 vite. Në rast se keni aplikoni në vitin 2026, kjo është e rëndësishme për mos të bërë të njëjtat aplikime si vitet e kaluara. Kjo janë formulari i aplikimit, i cili do të ketë një aneks përkatës të publikuar në faqen zyrtare të AZBR e aplikimeve. Do të duhet dokumenti regjistrimit në qendrën kombëtare të biznesit, që për aksionerët, për personat juridik. Ky dokument nuk do të jetë më parë se 30 ditë nga por jo më shumë se 3 milion lekë për subjekt. Gjithashtu aplikantët mund të jenë fermerë individual, në kullota natyrore, si dhe pajisje për krimin e kushteve të nevojshme për objektorët dhe apo në afërsi të drejt për drejt të kullotës që përdoren nga përfituesi.